Miq të Piskut, ju përshëndesim dhe jemi gjithmonë në shpresë dhe në ushqyerje të asaj se çka është më e mira për veten dhe për gjithë ata që na rrethojnë. Prandaj them që uroj që të jeni mirë dhe të kërkojmë gjithmonë për më të mirën. Dhe një nga ata që mundohet dhe është munduar prej vitesh për të sjellë nga ajo realiteti vet, nga ajo se çka është edukuar, ushqyer dhe ajo çka është më për të vlerësuar që ta shpërndajmë tek tjerët, është edhe gazetari i mirënjohur Ferdinand Dervishi. E falenderoj shumë që gjeti kohë nga hapësira e tij, edhe pse në jetën e tij ka ardhur momenti që të marrë një degëzim tjetër, një rrjedh tjetër. Ferdinand, të falenderoj shumë. Ju përshëndes. Ke një ditë dhe një kohë shumë të angazhuar, tashmë prej shumë vitesh, 20-30 vite që je pjesë e medias, me ABC Story, me dokumentare që ke risjell, me librat, siç është edhe libri Pse vran Azem Hajdarin 2001-shin, mashtruesit Medi në Albania në 2007 dhe famozi i Beratit, Altin Darda në 2021-shin. Je munduar të na japësh nga ajo se çka ke bërë në punën tënde kërkimore, na sjellësh dhe një pjesë e realitetit të Shqipërisë që ndoshta edhe nuk flitet për te këtij show të madh, le të themi reality show që ushqehet publiku shqiptar. Po jam munduar të bëj më të mirën si gazetar, në kuptimin e fillova gazetarin kur nuk di asgjë, në vitin 1997. Në kohë traziesh. Jo, fiks, unë isha banoj atëherë në Urva Jugorore. Mendosh Beratin e 1997 që komandonin bandat, që gjatë gjithë kohës dëgjoje të shtëna, që dëgjoje edhe zhurmën e plumbave që pasi bënin atë trajektoren natyrale të qelluar në ajër, binin diku pranë këmbëve të tua, binte ajo koka e plumbit, pra pas kishte bërë atë trajektoren, binte aty. Kur dëgjoje njerëz që vriteshin, edhe të një orë tut. Kur dëgjoje të merre, grabitje, banda, shpërdhunime, tjera. Dhe kur gjithë jeta u mbyll në shkollat, u mbyll gjithçka. Dhe kur lulëzuan bilardot. Dhe kur ti u mbyllën në shtëpi, se s'kishe ç'të bëje. Ti zgjodhe të mbyllesh në shtëpi dhe të studioje. Unë mbylla në shtëpi dhe fatmirësisht në atë kohë unë isha i lidh me një për të fituar diçka për mbi atë rrogën si mësues, punoja mësues në atë kohë. Isha lidh me një shoqat angleze, se ç'ishte ajo, dhe ajo mësonte kompjuterin fëmijëve nëpër fshatra. Dhe unë fillova mësova shpejt ca leksionet para të kompjuterit dhe punoja dhe merrja një shpërblim të vogël për të ndihmuar familjen. Dhe në atë kohë, gjithsesi, 97 na mbylli dhe mua më mbeti një kompjuter i shoqatës në shtëpi. Dhe ulem në atë kompjuter dhe shkruaj 2 shkrime gazetareske për herë të parë në jetën time. I pari kishte lidhje që pse u shkatërrua Berati, pra një Berati, ai Berati që nuk pësoi asnjë gjë nga 90-91-shi, nga rrëmujat e 90-91-shit, nga ndryshimi i sistemit, nuk pësoi asgjë. Asnjë gjë. Nuk u prek një xham, nuk u prek asgjë. Pra, madje u quhet Zvicër në atë kohë, vendi më i qetë. Dhe ç'ndodhi nga 91-92 deri në 97 që të bëj ajo katastrofë në Berat. Çfarë ndodhi? Si u shkatërrua? Nuk u shkatërrua nga lart, nuk u shkatërrua se u dha një urdhër nga Tirana. Sigurisht politika e shkatërroi. Por u bë njeriu, u shkatërrua njeriu aty brenda. U shkatërrua njeriu aty brenda në Berat. Pra elementi njeriu u shkatërrua. Po si kanë arritur, se edhe sot diskutohet shumë që pra këto kanë arritur në një pikë që shkatrojnë familjen shqiptare, politika vet, por duket sikur jo vet politika, por shiko si është. Duket si diçka shumë komplekse. Po ta nis nga Berati. Për mua atë Beratin e shkatëruan grupet, pra instalimi i një pushteti të pamerituar. Kishte një ministër, Rendja, që ishte i brendshëm me Berati atëherë, që vinte shokët e vet, po ca rrugeçër, po ca me probleme. Pra, në vend që të
të merrte pushtetin në Berat. Pra, në pushtetin në Berat të trashëgohej nga njerëz të arsimuar, njerëz nga dyer të mira, nga fise të mira e tjera. Erdhi llumi dhe bëri atë përmbysjen. Është një lloj një déjà vu e kohës komunizmit, kur e gjithë elita në 44-45, e gjithë elita e krijuar me mundim mbase jo në dekada, po më shumë se dekada, u përmbys dhe u zëvendësua me barinj. Kjo ishte një mini revolucion ose një antirevolucion i vogël që ndodhi në 97, në 91-97 në Berat, ku llumi mori pushtetin. Dhe ku llumi, pra përmes kësaj situate të krijuar, u organizuan bandat. Dhe jo një band, po shumë banda. Brenda një qyteti si Berati, me kaq shumë vlera. Të urt, njerëz punëtorë, tjera, u organizuan bandat, u fuqizuan bandat, shteti që nuk i godiste, dhe u bë ajo që u bë në 97, nuk ndodhi vetëm se u prish pushteti qendror, po sepse dhe në Berat ishte prishur, si thua, ishin prishur strukturat e shoqërisë. A ka qenë Berati një nga qytetet që kanë ndikuar kaq shumë 97 ose këto vitet nga 91 deri në 97? Ja, nuk ka ndikuar Berati. Ja, nuk ka pas peshë. Berati, peshë ka pas Vlora në atë periudhë, sigurisht. Pra, shkrimi im i parë ishte pse u shkatrua Berati. Unë mundohesha, edhe pse isha në fillesat e mia, ose shkrimi i parë jetës time, mundoja të bëja një analizë që pse u shkatrua Berati, dhe pak a shumë ta thash pse u shkatrua Berati, pak a shumë këtë gjë ishte shkrim. Nuk u publikua kurrë, më kam po sigurisht. Ishte shkrimi i parë. Te kjo do të ditë që, domethënë, ai shkrimi i parë është si ato veprimet e para të fëmijëve me atë çiltërsi, me atë pastërtinë. Pra nuk kisha të pikë pyetje se po të bëra këtë shkrimi, po publikua, do ndodhi kjo tjetra për shkak se bëra edhe një shkrim tjetër, po aq të gjatë. Në Urë Vajgurore, ku banoja, ndodhi masakra Urës Vajgurore, që është pak a shumë e tillë. Vjen Fatos Nanua për fushat, kreu në makina që kryesonte autokolona që vinte nga Tirana ishte Enat Kullës. Që atë kohë ka qenë autokolona po tjetër. Po, autokolon. Enat Kullës, të armatosur sigurisht, dhe ai ishte njeriu që hapte Nanos rrugën në jug. Sepse jugu ishte kokë më vete, s'kishte shtet. Dhe futet, por në Urë Vajgurore kishte një veçori. Berati ishte vërtet, si thua, kishte rënë shteti, bandat kishin dalë nga burgu, ishin organizuar e tjera ishin organizuar ca komitete shpirtin publik. Dhe të gjithë luftën e kishin me Berishën. Pra, si thua, në Berat, pra gjithë fryma që përçohej ishte kundër Berishës. Berisha, nga ana tjetër, nuk donte ta humte elektoratin e vet, nuk donte t'i linte mbrapa njerëz të vet, sepse dhe ai kishte përgjegjësi, kupton? Kishte njerëz të vet në Berat. Apo kishte deputet, kishte njerëz të vet, kishte zgjedhës të vet, e tjera dhe donte gjente mënyra se si ti mbronte, se si ti mbante ngrohtë, ti ndihmonte ku diun. Dhe besoj se kishte gjetë. Pra, e vetmja mënyrë në atë kohë ishte që bandave të përgjigjshme me banda. Nuk ishte asnjë gjuhë tjetër. Nuk ishte asnjë rrugë tjetër. Dhe ç'ndodh? Në Urë Vajgurore aty mbështetet një personazh në Urë Vajgurore me mbiemër Proto Duari, që kishte një gurore, kishte të ardhur siç duket. Kishte marrë privatizuar një vilë në mes të Urës Vajgurore, në qendër. Dhe këtë ç'bën? Për të ruajtur, si thua, biznesin e vet. Merr ca të fortë në Shkodra. Pra i merr nga jashtë, sepse banda e Beratit ishte shumë e fortë. Nuk kishte njeri që t'i dilte aty në zonë. Atëherë i thanë po marr ca nga Shkodra, nga rrethina që spyesin sepse ata janë shkodranë. Dhe duke bërë një celulë aty të armatosur, diku të 10 vjet të armatosur, të ruante pronat e veta. Por kjo celulë te i kalon, sepse kjo filloi konfliktin me një pjesë bandës Beratit. Mirë po, të fillojë konfliktin me bandën e Beratit ishte se ta fillojë me të tërë komunitetin që ishte kundër Berishës në atë vend. Pra, u kthye në një konflikt shumë i madh, që mori gjyrim politik kjo bandë, sepse kjo nuk ndonjë vetëm të ruante vilën e të ruante pronat. Po kaloi në një atentat, u vra një aty në Urë Vajgurore, që ishte pjesë e bandës Beratit. Një tjetër u plagos, më kupton, e tjera, dhe filloi konflikti. Pra, kjo ishte një celulë armatosur në një zonë që kontrollohej nga njerëz që
ishin gjasme, mbështesnin socialistët, mbështesnin opozitën dhe ishin kundër Berishës. Por kjo ishte një kull, apo një kala aty që si ishte e pushtuar, si thua. Pikërisht kjo banesë, ku ishin këto njerëzit. Vjen Nano, e presin, gjithë banda e Beratit e organizuar, e pret diku jashtë urës vajgurore, në poshtë një quhet vendi dhe vinë avash. Kalojnë urë vajgurore, ishin marrë vesh se në atë kulla aty dhe banda e Beratit që mos të qellonin dhe ato, pra një armë pushim momental, si thua, ikin Berat. Bëhet mitingu Berat dhe kthehen, e përcjellin Nanon, dalin, pra kalojnë sërish në urë vajgurore, dalin jashtë urës vajgurore, e përcjellin Nanon në drejtim Fierit mos gaboj, dhe kthehen. Kur kthehen, a morën urdhër të binin. A nuk e dim se çfarë ndodhi, por ata sa erdhën në urë vajgurore, ata qelluan. Pra, të fortët e Beratit, në autokolon, qelluan njerëz të Vilës. Ose më saktë pandi që me armë në Solet, mund të qenë dhe një moment që menduan se ai po i qellon. Thjesht pa një lëvizje, madje goditja e parë ka qenë me antitank. Personi që ka qelluar me antitank ka qenë një makinë të hapur dhe kur ka qelluar nga makina dhe ajo forca e prellës, forca që të shtyn mbrapsh e ka hedhur nga makina. U qellua, ai tipi, madje më duket se ai që lëvizi i pari është vrarë nga këto të Vilës, një vetmi që u vra dhe u fillon një luftë aty. Në urë vajgurore, në qendër, midis bandës së Beratit dhe rojat vetë të Vilës. Ndërkohë aty kishte një blind me policë. Policë të rekrutuar ditë të fundit, por që kishte ikur në drejtim të Beratit. Pra nuk ishte pjesë e pare autokolonës, ndërkohë kishte ikë në drejtim të Beratit. Se ku e kapën, duket, me celulara, me ashtu, a kishte filluar celularat, a me një radio. E kapën me një radio, mos gaboj, radio policie, dhe ajo kthehet, sepse hajtë se ram në prit, nuk në hajde në ndim. Të vinte kjo blindi, se blindi kishte zjarë, kishte mitraloz, kishte policët aty, të armatosur. Dhe vinë ai blindi. Ndërkohë, këto të fortë e Vilës kishin marrë një tank që e mbanin aty në post blok. Dhe kur afrohet blindi, një nga këto të Vilës, që ka shfërarë më mbrapa, me mbiemër Lorja, dinte ta të qonte me topin e tankut. Futet në tank, e ul atë tytën, po thuaj ullet, sepse blindi ishte ullet. E ul paralel me xhadën dhe qellon në mënyrë precize. Precize. Profesionist. Po, tani mendoj që një predh, ato janë 7-8 veta brenda në blind. Është një guaske mbyllur dhe qellohet nga jashtë me predh topi, që shpërthen brenda. Edhe që plas flaka aty. Ato njerëz mbeten aty, 4 apo 5 policë të vrarë, një civil të vdekur në vend. Mbeturinat të eshtrat e tyre janë gjetur edhe pas disa muajsh brenda në blind. Kjo quhet masakra urës vajgurore, e përmendoj me diku me 7-8 të vdekur atë ditë. Unë këtë e përshkrova të gjithën. Te shkrimi i dytë. Te shkrimi i dytë, dhe mbaj mend dhe këtë gjë që kam qenë, mund të kem qenë 1 apo 2 kilometra larg dhe atë çudinë e të qelluarve të armës. Pra, në atë kohë qelloi pafund me armë. Por ne arrinim të dallonim kur qellohej për të vrarë dhe kur qellohej për qef. E kupton, pra, që do qellonte dikush për qef, ose qellonte kur vinte darka, e nxisnin për qef, dinin gjithë e qellon. Ajo ishte një moment që ne të gjithë e kuptuam se po ndodhte një gjë në qendër të urës vajgurore që ishte betejë, sepse ishte e ndryshme zhurma e armëve. E kupton, ishte shumë e ndryshme, shumë agresive. Dhe e shtypa dhe këtë në kompjuter, e printova, kisha dhe printer me shirit, ishte ca printera me shirit të vjetër. Si ka qenë mënyra e publikimit atëherë, ose shpërndarjes? Ja, të them. Dhe një ditë bukur i morë do dëshkrimet, mora dhe një 2-3 foto të qendrës urës vajgurore, të zhvilluara vetë, i kisha bërë vetë me një aparat i kisha, që ishte një, po të them, ta krahasoj me gazën. Tani mund ta krahasosh me gazën. Qendra urës vajgurore mund ta krahasosh me gazën. Si është gaza sot, domethënë gjë e luftë. Një gjë shkatëruar totalisht, më kupton, ajo luftesa është shkatëruar totalisht, një tank aty i djegur,
një blind i djegur, 2-3 forestrada të djegura, më kupton, një fix. Sa vjeç ke qenë atje Ferdinand? 30. 30 vjeç. Po nuk kishe të ndrojën atë frikën ose ishte diçka krejt normale për banorët e zonës aty, qoftë nga ti? Shiko, aty shkoj, unë nuk isha fytyrë panjorës, kisha 20 vite që jetoja, pra në lagje mua mirë. Më kupton? Pastaj unë nuk isha një tip që kisha qef të gacmohesha me njëri, të konfliktohesha me njëri. Për mua kishin respekt, sepse ju dukesha ndryshe, unë isha një mësues, shkoni si një djalë të shkolluar. Nëse, dhe i marr këto, edhe ato fotografitë e zhvilluara në karton dhe nisem në Tiranë. Në shkollë të mesme kam pas një shok që quhej Benet dhe quhet Benet Koleka. Beneti është nga Vlora, do të jetë dhe Kushuria e Diramës, ka punuar në Reuters, ka mbaruar për anglisht. E kam pas në dhomë dhe kemi ruajtur miqësinë. Dhe i shkoj Benetit sepse punonte në Reuters dhe thash ky njeriu do më gjej mua një mundësi për të publikuar këto shkrime te Reuters. Jo te Reuters, në një media. Kudo që të publikosh. Nuk e kisha. Po nuk e kisha problem fare. Unë isha fillestar. Jo, patjetër, por është kjo mënyrë si e tregoni me kaq dëshirë me pasion. Dhe për të parë po e tregoj. Dhe takoj Benetin, aty ishte Flor Seriani. Flor Seriani në atë kohë sapo ishte kaluar më duket zëvendëskryer redaktor të Dita Informacion. Dhe ai dha direkt Flor Serianit. Mos gaboj, të gjithë gazetarët pas djegjes së redaksisë Kuajon ishin friksuar shumë dhe rinin të gjithë te Rogneri, sepse Rogneri në atë kohë, dhe aty i kam takuar, Rogneri në atë kohë quhej si një territor ndërkombëtar, kështu i huaj, e kupton. Një vend nevojë sigurt, le të themi. Por sot shihet ndryshe nga ngjarja më e fundit që nice, në kjo është temë tjetër, pastaj se hapemi edhe jo, u hapëm shumë në historik. Dhe them të shkoj deri te publikimi i gjës parë. Beneti ja dha Florit. Flori nuk u treguai sigurt se mund t'i publikonte. Ma mori një kopje të shkrimeve dhe një kopje të një fotografie. Flori ka publikuar në faqet fundit me ngjyra, nuk e di si doli me ngjyra gazeta Dita, më herët se gazetat e tjera më duket, një faqe të fundit. Në faqen e fundit vuri një foto të kësaj të masakrës ishte te vila dhe pa ndonjë shpjegim më duket se s'më fiksuar. Aty kam parë shkrim, nuk publikoj dot. Ndërkohë unë vazhdova me të njohurit e mi dhe nuk e di se si, përse këtë nuk e mbaj mend se si ka ndodhur kjo. Ka shumë të ngjarë me që Erion Braçja vinte për fushatën. Unë i kam vajt deri Erion Braçës, por lidhjen se mbaj mend se si më është bërë deri te Erioni. Dhe ndu sinqerisht nuk e mbaj mend. Erioni të zëri popullit. Kesh parasysh që në Beratin e kësaj kohe, vetëm 2 gazeta blinin. Koha jon dhe zëri popullit. Asnjë gazetë tjetër nuk futej. Ato kishin vendos bandat. Këto 2 gazeta futen, tjerat s'futen, e kupton? Dhe ishin të 2 gazeta që i binin Berishës pafund, bam, dhe që ishin në rregull aty me opinionin e përgjithshëm. Dhe takoj Erionin dhe i lashte atij, s'më dha një shpresë për të publikuar, iki. Një javë më mbrapa, kur ishte fundjavë, si duket Erioni ka pas pjesën e vet në gazetë për të mbushur, s'ka pas shumë kohë, edhe i kput atë shkrimin Masakra Urës Vajgurore në 2 faqe gazetë. Shkrimin tim. Pra unë si gazetar kam ardhur në media me 2 faqe të mëdha gazete. Nuk kam ardhur me shkrim të vogël. Kjo është ndryshim. Është interesante edhe mënyra si kam marrë vesh. Ma vjen një dikush aty në Urë Vajgurore dhe më thoshte i kishte shkruar njëri atë masakrin që ndodhi këtu, po si ka ndodhur më po më kishte vënë dhe mua personazh aty. Atëherë mua filloi të më thash po tjetër çka kishte ai, po kishte edhe këtë lërë dhe më duket se që ka shkrimi. Po si do gjejmë gazetën? O, dhe po ato 5 gazeta tha i morën ato plejsa ku të falin ata. Po si do e bëjmë? Shkoj do vim te filani, tha se ai ka gjithë jetën që blen gazetën dhe e ka kështu, tha, e ka stil, tha, ai e vdekur që e ka. Vajtëm dhe gjetën gazetën dhe më duket e kam ruajtur atë shkrimin e parë. Kështu janë futën gazetën. Emocionin patjetër. Sigurisht. Ishte kënaqësi, ishte. Kjo është se
çka tregon që Ferdinandi e ka bërë me shumë dashuri, pasion dhe dëshirë gjithë këtë gjë. Pra është shumë e rëndësishme që të bëjmë gjërat me dashuri. Ferdinand, ku ndodhet sot Shqipëria? Na tregove një pjesë, një copës shumë vogël për sa i përket asaj se çka ndodhet në Berat, një fragment le të themi. Berati ka shumë ndodhi, jo vetëm Berati, por e gjithë Shqipëria, edhe pse është kaq e vogël si vend. Për mua Shqipëria sot ndodhet në buzë të Greminës. E thënë me fjalë thjeshta. Ndodhet në buzë të Greminës. Unë mendoj se edhe 4 vjet Edi Rama në pushtet, ky vend nuk e di se ç'do jetë më. Mund të jetë një sultanat. Ai mund të bëjë ç'do dojë me këtë vend. Edhe 4 vjet në pushtet. Mund të bëjë ç'do dojë me këtë vend. Ka bërë ç'ai ka dash qefi. Por tani mund të bëjë gjëra shumë më të tmerrshme përtej asaj se çfarë ne mund të mendojmë. Unë mendoj se këtu jemi në këtë pikë. Do thuash pse? Po sepse kemi 34 vjet që unë shoh që Shqipërinë nuk e kanë shqiptarët. Unë në 34 vjet po shoh të njëjtën gjë që ndodhi në vitin 44, që gjithë elita hodh në tokë dhe erdhën barinj. Shoh të njëjtën gjë në 91-shin, 92-shin, që gjeti terren dhe e mori këtë vend i keqi, i inkriminuari, hajduti dhe i korruptuari. Pra këta njerëz futën duart e të mirat e këtij vendi dhe në 34 vjet janë të njëjtat persona që s'kan lënë dhe s'kan bërë asgjë për shtetin e tyre, por që kanë bërë në 34 vjet gjithçka për xhepat e tyre. Dhe sot vim në një shtet që s'ke ku ta kapësh. Dhe sot vim në një kryeministër që ka 12 vjet. Që thot u i pishëm, kjo, dhe që vjen në fushat dhe nuk thot dot një arritje të vetme të qeverisë së tij. Dhe ka gjetur stilin, nxjerr një broçkull tjetër, si në pasaporta europiane, nxjerr një broçkull tjetër, sa për t'i gënjur mendje, si ato, ku di unë valla, se kur ne jemi një popull i humbur atje në xhungull dhe na vinë ca europian me xhingla mingla kështu me një çik raki na dehin edhe na marrin mendjen me ca pasqyra të tmerrshme që si dim e tjera pak a shumë ky popull jemi. Pak a shumë jemi në rolin e këtij populli, ose kështu duan na mbajnë dhe kështu janë duke na bërë. Unë tani jam fushat. Unë shoh një popull të mpir. Unë shoh alamet vajze, me djem dhe vajzë dhe djalë aty që ka dalë për të piri kafe. Dhe flet me të, e qytetëruar, e civilizuar, e veshur bukur. Si mungon asgjë. Thotë burri im, s'votojmë. Nuk votojmë. Nuk besojmë të askush, nuk votojmë. Po mirë i them, votoni partitë e reja, votoni gjën e re. Po një lloj janë të tjerë. Pra, pse është krijuar kjo? Është vrar nervi, është vrar besimi. Është punuar 34 vjet që të vritet nervi dhe shpresa. Si e kanë vrarë? Është vrar avash. Është vrar sepse në 34 vjet ato kanë parë ikin ca njerëz, ikin ca hajdut, ikin ca korruptuar, dhe mendojnë që ky vend nuk e prodhon më gjën e mirë. Nuk ka me qelizat shëndosha. Mendojnë se kështu ndodh. Dhe është e frikshme kjo. Po është aq e frikshme sa gjysma njerëzve që unë takoj thonë ne nuk votojmë dhe s'ka perëndit i bindi që të dalin të votojnë. Dhe i bie që në këtë vend votojnë 30% të njerëzve që nuk përfaqësojnë një shumicë dhe vendosin këta për fatin e gjithë pjesës tjetër. Kjo është gabim shumë i madh. Ferdinand, tashmë jeni ka përcyer nga gazetaria në politikë, jeni bërë pjesë e politikës me lëvizjen ose partinë politike, tashmë me Shqipëria bëhet, me Adriatik Lavajn. Cila ishte arsyeja, le të themi, që nga gazetaria kalove në politikë dhe pse me lëvizjen politike? E para unë do jem gjithë jetën gazetar. Unë nuk jam shkuar nga gazetaria dhe kalova në politikë. Pata 2 momente, ishin 2 momente. E para pata kontakte me Adriatikun, krejtësisht për panele televizive tjera, dhe më pëlqeu. Pastaj ulëm. Qëlloj që ulëm. Më gjatë. Dhe sinqerisht nga parte ka njeri
ëndrat e Ferdinandit të ri. E kupton? Pra, mënyra se ai më thoshte gjërat, unë sikur shikoja Ferdinandin e ri. Sepse unë si tip, mbase kështu jam gatuar unë ose vetëm unë, nuk e di, ose shumë pak njerëz. Unë kështu jam, kështu kam qenë. Po, por është për vlerësuar që ke vendosur vetë. Unë e kam filluar gazetarin në Berat, si gazetar apo korrespondent i Zërit Popullit. Pra i shkrimi që thash për unë vajgurore më futi mua të Zërit Popullit, ndërkohë që kishte një gazetar tjetër në Berat. Dhe në Beratin e 97-ës, 98-ës, a e di me kë u bëra unë armiq? Me gjithë enturazhin e Partisë Socialiste të Beratit. Sepse unë shkruaja të vërtetën. Duke shkruar të vërtetën, u përplasa me ata njerëz me të cilët duhet të bashkëpunoja. Kupton? Më kanë nxjerr pistoletën mes Beratit për të më qelluar. Më ka prerë një ditë dritat pas një shkrimi të fortë. Nuk e di ç'donin të bënin, por unë pash një njeri aty që po bënte diçka, ma hoqi mendja se po bënte diçka. Pasi ai iku vajta e lidha vet. Dritat në një lagje ku u banoja që s'njifja njeri në mes të Beratit. Tonë tjera. Pra ishin situata shumë të vështira, pra. Situata shumë të vështira. Po pistoletën për çfarë? Të kanë nxjerrë pistoletën? Se si pëlqeu një shkrim dikujt. Si pëlqeu një shkrim. Po të kraut të Partisë Socialiste. Partisë Socialiste, madje ishte i forcave, çan këto forca ndryrës shpejt e tipi. Pra, armiq më të mëdhenj kisha këta. Armiq më të mëdhenj, sepse shkruaja drejt. Pra, unë futa nga gazetari duke thënë që Ferdinand, ti duhet të bësh një karrierë nga gazetari, duke guxuar. Nëse do bësh një karrierë nga gazetari duke guxuar, mund të bësh dikushi. Nëse do bësh një karrierë nga gazetari deri tek ajo vija që se prek askush dhe se kalon askush, atëherë ti do mbetesh një askush. Kjo ishte ajo që më shtyu dhe pak a shumë kështu ndërtua gjithë jeta ime. Pra, më thërrasin në revistën Klan të merja kronikën në një moment ku unë kisha 6 muaj gazetari. Në revista Klan atko ishte maja e gazetarisë shqiptare. Në kuptimin duhet kishin ja 5-6 vjet eksperiencë që të vija atje. Shkrimet më të bukura publikoheshin atje, shkrimet më të rënda, më të mira publikoheshin atje. Dhe mua më thërrasin atje. Dhe unë vete atje si ai njeriu. Kupton se ç'du unë këtu, ç'a lidhje kam unë me këtë këtu, kupton, unë jam një hiç. Në fakt ata kishin parë, jo, isha vërtet out. Ata kishin parë shkrimet e mia që vinin nga Berati, sepse unë paralelisht shkruaj edhe për revistën Klan. Dhe pata sukses. U botuan 1, 2, 3, 4 shkrime, madje mbaj mend një numër që publikoi i revistës Klan 2 shkrimet mia. Pra hapi revistën dhe kishte 2 shkrimet mia të brenda. Shkrime të gjata, të mira. Fokusuar te historia, tek sidomos te kronika. Dhe ato më thresin. Dhe unë vetë atje dhe shtrëngoja kokën, s'tia të bëja punë. Ishte kjo një pjesë shumë e vështirë, por shumë e vështirë, kjo pjesë. Dhe që i them Andi Pushatit, kryeredaktorit, Andi, kam një histori në Berat, unë që kam lënë gjysmë dhe të apë, jo, tha, s'ke me punë Berat, këtu Tiranë, këtu, tha. Hajde se na duhet këtu, tani. Këtu, tha, të qash Tiranën, tha, Beratin e diu që e bëndi, tha, këtu, tha. Dhe ajo ka qenë periudhë shumë e vështirë. Po shumë e vështirë, shumë stres. Për të kapur, atë që tjerët e kishin mësuar me vite, unë duhet ta kapja me muaj. Dhe prap me të njëjtin hap, Ferdinand duhet të bësh që ndryshe. Ferdinand duhet të hedhësh një hap më tepër. Dhe gjithçka me drejtën e Zotit. Pra, unë mendoja se gazetari ka për detyrë të publikojë skandalet në shërbim të shoqërisë. Unë mendoja me kalimin e viteve se gazetari ka për detyrë të mbaj atë shtetin në shina. Pra gazetari duhet të jenë ata, ta mbajnë shtetin në shina, pra shteti që ka mendje të vjedhë, të korruptohet, të bëj korrupsion, të vjedhë tendrat e tjera, të ka mendje gjithkohon te kjo pjesë, të ruhet dhe të vinë dhe të shërbej shoqërisë sepse ka frikë gazetarët, do të nxjerrin gazetarët, e kupton? Pra unë këtë punë kam bërë gjithkohon. Po sot Ferdinand ka gazetar apo ka media? Se këtu po flasim për individin, po flasim për ju si Ferdinand. Pastaj kemi të bëjmë edhe për median, pastaj që ta nxjerrun me një fjalë, ta nxjerr përgjithsisht mediat në Shqipëri janë antikombëtare. Nuk punojnë për Shqipërinë. Punojnë për qeverinë. Në përgjithësi, 90% e mediave, 90% antikombëtare
1000%. Nuk punojnë për të mirën e Shqipërisë. Punojnë për të mirën e qeverisë. Punojnë për të mirën e tyre, për të mirën e pronarëve të medjave, që janë bërë shumë pasur. Pra është një shtet mafioz dhe një media mafioze në shërbim të saj, me pak muhabete, ka shumë pak fije të lira, shumë pak gjethe të lira që mund të publikojnë të vërtetën. Edhe ato janë thjesht për të mbajtur ato deri diku që mos humbi interesi edhe i publikut, të njerëzve. Të shohësh tani ka dy zhvillime shumë të mëdha. E para, televizionet të mëdha janë të mbyllura për si thua që të veshtit, të thrasin e tjera, s'ka shans, nuk ka. Janë mbyllur komplet. Nuk të thret më njëri. Tjetër, çka ka bërë ky kryeministri? I ka ndaluar të tij të shkojnë me urdhër. Pse? Sepse s'kan çfarë të thonë. Sepse s'kan çfarë të thonë. Sepse dalin skandal. Sepse nuk kanë turp të nxjerrin fotografitë e tyre në internet. Sepse fillojnë i marrin i shkraj nga fillimi në fund, i masakrojnë. Sepse atë vetë e masakrojnë nga fillimi në fund. Unë doja të qëndroja pak tek ajo që e cekë pak unë parë që të gjithë njerëzit që janë përfshirë pjesë e skuadrës së Edi Ramës, duke lidhur me këtë që thotë ju që ai e ka unifikuar gjithë Partinë Socialiste, siç ka qenë dhe kohën e komunizmit që ishte Enver Hoxha ai që mbizotronte, prapë edhe sot është po njëjta logjikë, po njëjta praktikë. Me këtë që dhe një gjë do të them, sektori i propagandës që ka Edi Rama është duke ja kaluar sektorit të propagandës së Enver Hoxhës. Sektori i propagandës që ka ai është duke ja kaluar. Ka një fuqi të tmerrshme mbi pronarët e mediave të mëdha, mbi drejtuese emisionesh e tjera pafund, një shpat shumë e madhe se kush duhet të futet e kush nuk duhet të prek në televizione dhe në mediat e tjera. Pra, kjo është shumë e frikshme. Kontrolli i mediave është shumë i frikshëm. Po është unë vetë gjithmonë kam mes me këtë idenë që media është një nga pushtetet më të rëndësishme, është pushteti i parë, sado që rëndisin pushteti 4, por ky duke pasur parasysh Ti je i sigurt që nëse mediat do ishin të pavarura në këtë vend dhe do jepnin hapësirë të gjitha partive, aq sa u takon, do ndikimi pra një rezultati zgjedhor do të ishte krejt ndryshëm me atë që do përftohet në këto zgjedhje dhe që ka ndodhur edhe në zgjedhjet e tjera. Pra është direkt një ndërhyrje në sistemin zgjedhor dhe në një këndvështrim tjetër edhe krim zgjedhor. Sepse ndikon në rezultatin e zgjedhjeve. Sepse s'u jepet mundësi kandidatëve të ndryshëm, të partive opozitare, të njihen, të përcjellin vetveten, të përcjellin ato çfarë ata mund të bëjnë dhe çfarë planesh apo strategjish kanë për të nxjerrë të vend nga situata që është. Po pse kalove direkt nga gazetaria në politikë? Cili është arsyeja? Pse unë gjithmonë e shoh dhe vetë se çdo kush nga ne do të lidhë diçka në këtë vend. 2 apo 3 arsyet. E para më pëlqeu Atletiku. E dyta pash që kishte shumë popularitet. Në kuptimin ai shkonte në pyetjen që bëhen sondazhe të pjesës së pëlqyeshmërisë, te kalonte Edi Rama ndonjëherë. Pra ju pëlqen. Sigurisht, përkthehet në votë, pëlqyeshmëria është diçka tjetër, vota është diçka tjetër. Më pëlqeu si tip. U binda që është ashtu si thot, ashtu çfarë nxjerr nga goja ashtu është. Pra është një veten time tek ai, veten time në moshë të re, sepse është moshë e vogël, është momenti historik ku ndodhet Shqipëria. Te kjo duhet që ndrohem më shumë. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Do të duket sikur ky Ferdinandi po gënjen, por nuk po gënjej. Unë gjithë jetën time kështu e kam pas, kam qenë njeri i përgjegjshëm. Unë kam pas episode në jetën time ku mund të fluturonte koka dhe nuk jam tërhequr nga gazetaria. Të t'i them do na marr kohë. Jam përplas me Nehat Kullën, e qohen gjyq. U bë shtetërrëthim te klani. Ai ishte njeriu më i pushtetshëm në Tiranë atë kohë. Është dënuar 6 muaj burg për një pëllëm që më dha mua. Nehat Kulla. Dhe se mori më veten pastaj. Kam qenë vetëm ta bëj këtë punë.
kam pas shumë pak njerëz që më kanë mbështetur të bëj këtë punë. Një klim terrori. Dhe unë mendoja, në atë kohë se duke vepruar kështu, po i bëj mirë vendit tim, po jap atë kontributin tim. E besonte Ferdinand? Si? E besonte? Po sinqerisht po t'i them këto gjëra. Pra unë mendoja se duke bërë këtë Jo, e di pse të pyes, unë të njoh, po prandaj duket edhe sikur po si. Po mos më thuaj beson gjë, beson veten time, unë besoj veten time. Se kjo gjëja do politika e përdor shumë të patriotizmin, pjesën e asaj që unë e bëj për këtë, unë e bëj për atë, të gjitha. Mor vllashi, merri jetën time dhe shikoja nga janë zhe. Unë ky kam qenë. Unë nuk kam qenë ndonjëherë të bëj një partie politike, një personazh të caktuar, një të korruptuar, i kam bajt larg. Unë kam menduar se si gazetar duhet të bëj më të mirën për vendin tim. Po ç'a problemi është? Ndërkohë që unë eci drejt, shoh kasta politike jona, fshehura zinërsir. Më kupton? Gjatë gjithë kohës. Dhe thash, ore dale. Mos jam unë një njeri që duhet bashkohem me politikën dhe e keni bërë deri sot e keni bërë për gazetarin, por do të vazhdoni ta bëni sërish, gazetarin vin nevojë ta bëni edhe në politikë apo? Po pra, pse mos të vijë ky Ferdinandi me këtë mendje që ka, që afron rreth vetes vetëm grimca pozitive. Unë kam pak shok. Po ti shohësh ato shokët e mi, sinqerisht janë 2-3 janë heronj. Janë një lloj si unë, më kupton, unë s'jam hero, po ata janë heronj. Të t'i them, me emra, ke qef të ti për më. Patjetër. Njeri quhet Arben Frashi, mu rri gjatë me të. Ai është heroi i policisë shqiptare. Është bërë një vetting në polici për ta hedhur atë në rrugë. Është në rrugë tani. Edi Rama. Është në rrugë. Në rrugë. Sot e kësaj dite në burgjet të Shqipërisë, kriminalët e nivelit lartë, nivelit cilësor, flasin me njëri tjetrin dhe batuta është edhe ty Arben Frashit ka fut brenda. Është njeri që ka shërbyer vendit vet. E hodhën në rrugë. Artur Meçollari, unë rri me të për ditë. E ka mik. I ka prerë duart korrupsionin në 2 kohë. Edhe kur Berisha donte të jepte Fazliçit ca prona në Porto Romano, dhe ai mori hodhin në rrugë, ushtarak. Ja preu duart duke i shërbyer shtetit vet në një kohë shumë të errët. Sepse atëherë s'pyeste njeri, nuk ishte SPAK. Më kupton? Mund të çohet një denoncim në SPAK, s'të pyeste njeri, të zhduknin. Dhe ai u ngrit dhe e bëri. Dhe ka bërë në mënyrë të tillë që mos i merrte kurrë askush dokumentat e shtetit vet. I përpiloi në mënyrë të tillë, si drejtuesi flotës apo ç'ishte ato, që mos i merrte kurrë askush, sepse janë të shtetit vet. Pra mbrojti pronat e shtetit vet, e hodhën në rrugë. E morën socialistën me tam-tam. Bravo, Mimi Kodheli, ti je heroi jon, ti je heroi i Shqipërisë. Iku Mimi, erdhi Xhaçka, filloi të bënte njëjtin gjë me pronat e ushtrisë. Bam bum, i tha tip stop, i tha, kur erdhin në shteg Artur Meçollari, komandanti i flotës. Për Limionin. Atë Limioni janë shumë personazhe. Personazhe oligarkët në Saran, e tjera. I tha stop. Në moment që ai tha stop, ajo e hodhi brenda ditës në rrugë. Mbrojti shtetin, mbrojti pronat e shtetit dhe hodhën prapë në rrugë. E hodhën demokratët, pastaj e hodhën socialistët. Dhe ai pa ditin SPAK. Dhe sot në SPAK është një tabor shumë i madh, bashkë me Olta Xhaçkën, një deputet e presidentit e Republikës, që nga dita në ditë mund të shkojnë me problemet mëdha. Pra, këto dy janë shokët e mi të ngushtë. Me këta rriumë. Këta janë ato grimcat që thithim njëra tjetrën. Është ushqimi yt. E pra, unë nuk jam një njeri fake. Unë ky njeri jam. Të njëjtat histori kam dhe unë, kam marrë dhe unë bryla. Të pak në 2 raste më kanë heqë nga puna, nga stari, kanë hedhë në rrugë. Për të njëjtat probleme. Për të njëjtat probleme. Pra, ti thua që edhe ky do të futet marrë një copë. Jo, zotër, jam tepër i thinjur, po shkoj 60 vjeç. Unë dua, tani qëllimi im është të rris fëmijët e mi, i kam në rrugë të mbar, fatmirësisht, ajo është. E gjitha që duam të bëjmë. E kam në rrugë të mbar, të mbaruar, po thuaj datë pjesë. Nuk kam më asnjë qëllim. Unë kam qëllim që gjithë kjo udhë jetësore që unë kam, mos shkoj bosh, zotërit, mos më shkoj bosh.
të hedh unë një tull, të vë dhe unë një tull aty dhe t'i vë emrin tim. Këtë tullën e voli Ferdinand Ervish dhe nuk lëviz më. Po ta vesh për mirë. Po për mirë, ore, se s'kam vënë një tull për keq, nuk kam vënë një tull për keq jetën time. Sot vendosin tulla, kjo është se po përdorin shumë gjëra, po marrin shumë njerëz që i kanë njohur në forma nga më të ndryshme, qoftë të presionit, por edhe të vlerave të tjera, që i kanë bërë pjesë të tyre dhe dalin sot me dajre daulle, duke pompuar me të madhe, duke bërë duar gjak, duke dorë trokitur këto liderë sot. Ç'është kthyer kjo ideja e sotrik, ta lider që ke sot ti, tu hapësh telefonin. Në një ditë vetme kalendarike. E të shohësh se çfarë kanë marrë, kanë dhënë. Ose ta lëm telefonin, të hapësh Zotin që dëgjon gjithçka. Dhe të shohësh se çfarë urdhrash japin dhe çfarë gjërash bëjnë në 24 orë të vetme. Futen në burg, po të gjykojnë për ato gjëra. Dhe s'dalin me për një ditë të vetme të jetës tyre në pushtet. Për një ditë të vetme të jetës tyre në pushtet. Për mbrapshtitë e tyre. Pse s'po futen? Si është këtë punën e Spakut? Si e vlerëson Spakun? Ka pasur emra që ndoshta si kishin menduar ndonjëherë, unë të faktë ndoshta ti ke besuar unë jam nga mbështetësit më të mëdhenj të Spakut. Logjika ime është kjo. Dhe jam në luftë me shumë njerëz me këtë punë. Spaku është një mrekulli që i ndodhi shqiptarëve, pavarësisht se kush e bëri, pavarësisht për çfarë qëllimi e bëri etj. Mund të ketë pas dhe qëllime të ndyra për ta bërë. Mund të ketë pas dhe qëllime të mira. Pse? Sepse kemi produkt. Kemi produkt. Pra nuk është një fake, një ndërmarrje fake, një gjë kot. Që u bë kot, sa për tamtame, se bëri Edi Rama o fëllën. Po. Kot, një fluss sapuni. Jo, kjo s'është kot, kjo është me produkt. Kjo i ka hequr Edi Ramës nga fusha e shahut mbretëreshëm. Oficere, ushtari, ka marrë rrafsh të tërë, ka mbet vetëm, mbreti. A është realisht vetëm sot Edi Rama? Vetëm me ato femrat e veta, ato njerëz të butë që mban lart e poshtë, kështu që i komandon të gjithë me një vështrim të shtrembër. Që i fut në varr me një vështrim të shtrembër. Do të kalojmë edhe tek ajo, por këta që janë sot brenda ose i ka kapur Spaku dhe sot janë në burg, siç është Eren Velia, Ilir Meta dhe shumë komponentë tjerë edhe të Partisë Socialiste, edhe të rëndësishëm që kanë qenë në postet e tyre. A mos janë to le të themi për sa përket pjesës fushatës për të rikthyer atë besimin e popullit atyre njerëzve që thonë që nuk do të votojnë? Unë besoj se në thelbin e vet aktual, jo ai drejtuesi i parë, ky drejtues që është tani në thelbin e vet ka një celulë të mirë të Spakut, njerëzit të saktë. Unë kështu besoj që janë 4-5 prokurorë të saktë apo 10, nuk e di. Këtë pjesë të pandikueshëm përgjithsisht di që politika ka infiltruar njerëz të vet pafund. Mbase në bëka sigurisht. Por kemi rezultat. Pra nga një 0 e madhe në 30 vjet, 0. Ti ke rezultat më në fund. Ore gëzoju këtë rezultati. Mos më thuaj që unë e dua këtë rezultatin me kokë diamanti, se s'bëhet. Më kupton? Pra në 34 vjet kur s'ke pas asnjëherë, mos kërko diamant dhe flori. Po kënaqu me kaq produkt sa u bë. Sepse më në fund kam frikë, u ka hyrë frika, s'po firmosin dot më tendra që janë ban, më kupton? Dhe kjo është gjë shumë e mirë se duke mos firmosur gjëra korruptive. Parat i mbeten shtetit. Kjo është ajo produkti dhe formaton një lloj politikani më të kujdesshëm, tek ata mendjet jo tek unë, se unë më ka bërë Zoti ndryshe. Po tek ata që i futen politikës për të mbushur xhepat. Për këtë qëllim. I formaton çik më të kujdesshëm, po duke qenë çik më të kujdesshëm, po s'do ja therin fare popullin më rebur, nuk do t'ia ngulin thikën deri në palc. Kjo është historia. Tani thika është në palc apo në kock? Në palc. Është në palc. Palca është, pra nëse thika shkon në palc, e mpin njeriu. E mpin. Bën atë votuesin idiot. Ato që thanë pakun parë, i thanë lëngjët. Nuk ka, ai s'digje, ati i thonë shko bëj këtë, është si automat. Bëj këtë, bën atë. Kaq. Thika është në palc. Sepse thika në palc, e ka lënë atë tjetrin, të varet tek ai pensioni 100.000 lekësh, të varet e ndihma ekonomike, se ta heq, e ta pres, e ta zvogëloj, e ta bëj, e tjera, dhe shkreti vetë aty, voton varfërin e vetë.
Edhe 4 vjet tjera varfërinë e vet. Edhe 4 vjet tjera skamjen e vet. E gënjen me i thes me miell, e gënjen me 50 euro. I blen 4 vjet jetë me 50 euro. Dhe prap 4 vjet e le ashtu të mbaruar. Se di, kjo është. A do bëj Shqipëria? Një futur kësaj lëvizje dhe shohim veten si shansi i fundit për bërë Shqipërinë. Si shansi i fundit. Shansi i fundit. Edhe 4 vjet pushtet Edi Rama, Shqipërinë nuk ka më zot ta kapi dhe ta bëj më. Sepse kalbëzohet edhe çdo qeliz e shëndosh e mbetur në trupin e këtij vendi. Kalbëzohet. Pra kalbëzimi është i tmerrshëm, kalbëzimi është në çdo stres, ka ende ca qeliza që ndrojnë, pas 4 vjetësh nuk ka më. Dhe një trumë peme që s'ka më qelizat shëndosha, kalbet, dërzohet. Si ka mundësi që njerëzit nuk e luajnë gjithë është gjithë kjo situatë, unë teksa e dëgjoj tek ty e shoh çdo ditë në realitetin tonë përditshëm, si gazetar që jam, por në përballje me njerëzit dëgjoj atë që thatë ju pakon parë kur i takoni sot në fushat kur dilni për fushatin që po bëni, takoni njerëzit dhe janë të mpirë dhe thon po të njëjtën gjë një zëri. Po pra, ajo që shohim, ta thash edhe një herë tjetër, është më së shumti nuk votojnë. Dhe ti nuk ke asnjë lloj fuqie bindse ti çosh të votojnë. Nuk ke nuk kam perëndi, të rish dhe gjysmore me një person. Dhe ta bindesh të dalë të votoj. More shko voto këtë duash. Sigurisht që ne kur thonë që nuk votoj për ty. Po mirë, dakor, shko voto për partitë e reja. E kemi formulë të dytë. Po. E thoni këtë. Po. Mjaft mos të votoni të vjetrën, mos votoni çka ka ndodhur 35 vjet. Është shumë e thjeshtë. Ka qenë kërkuar është shumë e thjeshtë. Dalin të rinj, mos jenë të lidhur. Mor hiç fare na pëlqejnë të rinj, më kupton? Votoni partitë e reja që mos jenë këta. Se na çmendën, më kupton? Kjo pra është edhe arsye pse ju jeni hedhur në politikë. Pra kjo është ajo që të ndryshohet kjo. Imagjino, edhe bisedën që nisëm bashkë, nisëm direkt që nga 91-shi që u shit për po ikin njerëzit. U shit për rikthim të sistemit ose hedhjet sistemit, ndërkohë që kemi po të njëjtën ngjyresa, po të njëjtën gjë. Janë po të njëjtët njerëz që 35 vite po na shesin demokracinë si demokraci. Ndërkohë që demokracia për to ka funksionuar vetëm për ata oligarkat, për njerëzit e tyre. Edhe pjesën tjetër shqiptarëve blen atë thesën e mirë që thatë ju, me atë rrogën që i fusin në punë, kanë futur edhe këtë modelin e njerëzve të pashkolluar, analfabetët që janë pjesë të administratës. Sot ne po ja fusim njëri tjetër, unë kam një le të themi një praktikë që unë e shoh kudo, mjeku ja fut atij policit dhe polici ja fut atij mjekut. Nuk mund të jenë po vëllezër, kushërinë të njëri tjetrit, po kanë ardhur pikë për shkak të kësaj situate ku jemi. Ka një situatë më emergjente se kaq. Aktualisht jemi në ditën më të keqe të ndarjes së pushtetit politik me krimin, në ditën më të keqe. Edi Rama erdhi në pushtet në 2013 duke thënë aleancë me djallin vetëm për të rrëzuar Berishën. Aleancë me djallin do më thënë me gjithëkënd. Dhe aty u bë dhe aleancë me krimin. Po që të bësh aleancë me krimin, ta ftosh atë, të jetë pjesë, të grumbulloj vota për ty, të blej vota për ty, të shkëndaj thas me miell për ty, të bjerit dikujt me grush për ty. Të tremi gjithë lagjen që voton krahun tjetër, që voton opozitën, të thënë atë ditë mos dilni, se do keni punë me mua, mos dilni fare nga shtëpia. Ka realisht? Realisht në gjithë vendin ndodh kështu. Dhe vjen dhe thot, pastaj urdhëro zotëri. Dua haraçin, si është puna, ma jep çka haraçin. Dhe nga 2013, në disa rrethet të vendit, krimi ka pas gjysmën e pushtetit, gjysmën e tenderave publik, gjysmën e emërimeve, etj. Ju thotë që Rama, pra politika, ose politikani përdori krimin për të ardhur në pushtet. Po. Tani e përdor krimi politikën apo politika krimin? Apo nuk bën pa njëra tjetrën nga? Ato janë një binom që mbajnë njëra tjetrën. Nuk bëhet debati nëse e përdorin ato njërin apo tjetrin. Ato mbajnë njëri tjetrin. Debati është a arrin politika në Shqipëri ta kontrolloj krimin? Pra, apo fuqizohet ai shumë krimi sa një ditë të mos e pyes me Edi Ramën? A jemi në këtë pikë? Unë besoj se jemi në këtë pikë. Unë besoj se jemi afër kësaj pike. Ky është problemi. Ky është shumë problem. Aktualisht ka pas ngjarje kriminale në Shqipëri
grupimet veçanta mund të veshin dhe të organizojnë brenda ditës 100 njerëz të armatosur, dhe të 100 të veshur me uniforma policie, dhe të 100 të futura në foristrata të blinduara. Të veshur me uniforma policie. Po, dhe urdhëro qa do përballoj 5 gardistët apo 10 gardistët e skortës së Edi Ramës, apo 20 gardistët. I përballojnë dot. Nëse ata një ditë do vendosin, do organizojnë, do vendosin, do t'i bjem Edi Ramës sot. Më thuaj. Fuqizoje krimin, jepi, ndaje pushtetin me krimin, bëj biznes me krimin. Dhe një ditë ata do organizohen, do të kthehen. Dhe do të kthehen. Por sot politika a nuk se krimi është përtej, sinqerisht, politikanët janë kriminal. Janë kriminal. Janë kriminal. Sepse kanë shkatëruar të vende, kanë kalbësyr nga korrupsioni të vende, s'duan t'ja dinë. Dhe ky është krim. Krim ndaj popullit tonë. Por mendja kriminale, një kriminali, që therr tjetrin, dhe e le të japi shpirt aty duke e mbajtur, duke e therrur, që vret tjetrin me pistolet, që vret fëmijën, e tjera. Është përtej mendjes së çdo politikani kriminal. Është përtej kësaj mendje. Është më e paparashikueshme, është më e rrezikshme. Prandaj duhet bërë aleancë me krimin, sepse është i paparashikueshëm. Po politika sot a mund të bëj, ka një formulë që të bëj pa krimin, ose pa këto kriminalët? Nuk bën dot. Nuk bëjnë dot më. Jo këta që janë. Pra, a ka një model, le të themi edhe tek ju, që të vishën pushtet pa kriminalët? O zotëri, ne ato gjërat tona i kemi të pastra fare. Një, e parë, dhe shumë shkallë poshtë është vetëm një luftë kundër korrupsionit në Shqipëri dhe krimit të organizuar. Është e jona. Kjo është e parë. Dhe kjo mbështeten me 2, nëse ne marrim mbështeten me 2 ligje të forta që do bëjmë. E para, për politikanët e rangut lartë dhe shtetarët e rangut lartë të përfshirë në korrupsion, do formulohet dhe do jetë akuza, do futet në legjislacion tradhti kombëtare dhe minimumi dënimit 25 vjet burg dhe konfiskimi i pasurisë, që të bëhen se shembull ca tipa, dhe do ishte shumë bukur. E njëjta gjë për policët e korruptuar, tradhti kombëtare, ata që rrinë me krimin, që emërohen nga krimi, i shërbejnë krimit, tradhti kombëtare, 25 vjet burg, konfiskim. Kjo besoj se është një masë shumë e madhe, shumë e fortë për të bërë një ndryshim shumë madh. Pra, jemi në pikën e fundit. Jemi diku aty ku është një fije peri që të ndanë nga rënja në gremin ose nga kthimi këtej. Nëse 11 maj votohet Edi Rama, se unë nuk besoj kur që Berisha fiton zgjedhjet, votohet Edi Rama për një mandat të 4, pra bëhet për shqiptarët bëhen aq ignorant, të më falin një pjesë, aq si mbyllur, aq të lesht, sa të bëjnë nuse për herë të 4 Edi Ramën, atëherë ajo Shqipëria bie këtej. Atë ka e fije perit. Tak? Ka demokratia. Baroj. Nuk ka, s'ka si lloj mundësie që të do shohim bashkë nëse do ndodh. Do shohim bashkë nëse do ndodh. Dhe do shoqërohet me një evazion, me një largim, me një val tjetër largimi të popullsisë nga Shqipëria. Njerëz që nuk besojnë më se ky vend bëhet. Prandaj edhe emri i asaj grupimit politik që kemi, Shqipëria bëhet. A e di që ka qenë dhe si një formë rebelimi ndaj Edi Ramës, sepse ai kudo ku ulet edhe me tuaj thotë, mos e Shqipëria s'bëhet. Dhe ne kishim të informacion. Ne përdor këto fjalë. Vazhdon, e ka përdorur dhe tani në fushat. Ata që mendojnë se Shqipëria bëhet, do të thënë se pas ti Shqipëria s'bëhet. Po s'mund ta bëj, një ajdot, një korruptor, s'mund bëj Shqipërinë, se ka mendin aty. Nuk ka fare, nuk ka para punë, s'është për atë punë të botë. S'është për të bërë një vend, është ta shkatëruar. Sepse e shkatëron duke u ndarë shok vetë, miq vetë, krimit. Ka është ulën deri në atë pikë këto kohët e fundit, sa firmos pallate 18 katësh për krye kriminal. Edhe se rruan fare. Se s'ka media, mediat janë mbyllura.
Se s'ngre zëri njeri. Se s'ka media. Për qëndruar te kjo, sot bëhet krahasimi që thonë nuk votojnë Berishën se janë të dy, Rama Berisha. Sot për shkak se nuk keni hapësirat, jo vetëm ju, por edhe gjithë partitë e tjera të reja që janë sot në garë me Edi Ramën Berishën, se sot to dy figura njohin shqiptarët. Edhe avantazhi i Ramës sot është thonë se nuk ja japun Berishës se ka bërë këtë, më mi ta marr Rama. Por ndërkohë hapësirë nuk keni ju. A e di që ka shumë të ngjarë që nxori Berishën nga arresti shtëpiak vetëm për këtë arsye. E vërtetë është. Ka shumë të ngjarë për ta pasur përballë, si atë balozin e zitët së keqes. Si thot Bufi, domethënë po, këto gjërat që të ngrej, domethënë të motivojë edhe një herë të vetët që ta votojnë. Të votojnë për të kundër Berishës. Pra, edhe ato që janë të pakënaqur me atë. Nuk është vot për Edi Ramën. Është vot kundër Berishës. Është vot kundër Berishës. Po votën kundër Berishës mund ta shohin në një sy tjetër, por hapësira është se mediat i kanë në dorën e tyre. Duhet që ndrojmë pak për ta përmbledhur, të falenderoj shumë për kohën, por e kisha shumë të nevojshme që të bënim edhe një lloj profili në gjithë atë rrugtimin tënd për një gazetari që tashmë doni të leni edhe një gjurmë shumë të rëndësishme edhe për atë jashtë përtej tëndes, pra për shqiptarët dhe për të ardhmen e këtij vendi. Si e sheh këtë fushatën e këtij njeriu? Ti njeriu do të thonë se për shkak se edhe njerëzit e vet nuk i konsideron, i përdor sa i përdor dhe thon kanë rënë ardhë pas shpinës time, ndërkohë që ka rënë gjithë skuadra, fut emra, ndron emra. Shoh që po fokusohet te gratë. Dikush i ka thënë që gratë, votat i kanë nga gratë e tjera. E kjo është një zgjidhje e zgjuar e tij. Njeriu që ka pasur shumë probleme politike me gratë, sot përdor gratë për fushatë. Një zgjidhje e zgjuar e njeriu të djallëzuar. Unë nuk do më shkonte mendje kurrë të këto zgjidhje, po më kujtoj diçka. Më kujtoj një humorist italian, është një tip parodist, nuk më kujtohet emri. Është fantastik, del me një kitare edhe reciton me të njëjtin ritëm, por i ka shumë filozofike dhe shumë të menduara gjërat. Edhe fliste për një moment për krahën politike që brenda familjes italiane. Në vitet 50, mos gaboj, 60, në Itali Italia pati probleme me komunizmin. U përhap komunizmi shumë, si ideologji, si frym. Dhe ai thoshte që babai thoshte voton për komunistët. Babai. Pra, për frymën e re. La mama no. Nena jo. Jo. Pra, përgjithsisht femrat janë shumë të kujdesshme të shkëputen në mënyrë revolucionare të një ideologji e re, kupton? Ato rrinte e vjetra më shumë se meshkujt. Besoj se këtë kanë kuptuar për ta mbështetur. Kjo është filozofia, besoj, e njeriu të djallëzuar. Po, si mund ka filluar tani edhe ta talshoj gojen fare, duke thënë që janë çyryk, burrat janë çyryk, ndërkohë që po këto burra janë ato që ndajnë, janë bashkëshortë, janë nëna, janë motra të këtyre. Nuk është nga unë, por është nga ai që po dëgjoni çdo ditë 24/7 në çdo media që ai thotë shqiptarëve në çyryk. E një njeriu që i kemi lënë të gjitha televizionet të na tregoj brekët, qitjanet, atletët e bardha në takime zyrtare, të na tregoj gjithë fjalorin e tij të ndyrë, të na tregoj gjithë çka ka ai brenda. Ja kemi lënë atij. Po na damlos me atë çfarë përcjell përmes ekraneve. Po e damlos një popull të tërë. Po jep shembullin që kështu duhet jeni të gjithë. Pra, po e marrim si model tani. Besoj se këtë ka qëllimin që gjithë ta marrin si një model. Një showman, një njeri që bën estradë të shëmtuar, një sharlatan showman. Një showman sharlatan. Gjithmonë krijon ato klonet. Sepse është në tërësinë e vet një sharlatan. Një njeri që tosnano e thotë që e mora me thonjë pa prerë dhe që e ke sot e kësaj dite me thonjë pa prerë të del në fotografi me thonjë të nxirët pa prerë. Qa mund të presësh nga një njeri që ti të presë gjën në higjen. Jo, nuk është higjen, është kohë që ati si pëlqen të merret. Të presë thonjtë e vetë. Është bezdi. Është dembelizëm të presë thonjtë e tu. Ku ti unë? Dje kishte Lulin, sot ka filluar të merret me Lir Vernozin. Krijon gjithmonë një armik domethënë që nuk është. Shiko, ai mendon se shqiptarët i ndjekin Big Brotherin.
Ata i mendon se shqiptarët kanë një nivel shumë, koeficient shumë të ulët të inteligjencës dhe mendon që janë rkaj, kjo rkaja që kanë qef këto gallatat, këto batutat, humorin, e tjera. Ai mendon se kaq janë shqiptarët, nuk kam shumë se kaq. Dhe mendon që të vijë atyre te mendja e tyre. Pra ai mendon se janë kështu dhe unë vete te mendja e tyre me batutat me lulin ashtu do më pëlqejnë mua, oho, tralala, sa ta shtyj dhe këtë histori se llogari se ç'a kanë bërë në 12 vjet s'po jap. Po bëj gallat, më kupton? Po i kpuz dhe një me këtë pasaportën europiane që mund të flasim edhe për të. Dhe fillon la lulin kapi atë Vrenozin. Vrenozi është njëri shumë i sinqert. Ai thot nga shpirti në formën e vet, çon si ka njerëzit e paragjikojnë, gjikojnë çon si ka. Ai thot nga shpirti ato ai ka dhe nuk më duket gënjeshtar mua ai. Më duket i sakt ai Vrenozi. Po kjo historia ka dhe një gjë tjetër. Zakonisht ne shqiptarët jemi të prirur që po ja dham dorën tjetrit dhe po ja pimi kafe. Nuk kemi më shpirt për ta sharë sa do i keq është ai. Kështu jemi në shqiptarët, që është gabim. E para skep se ulesh me një njeri që ti e ke target. Më kupton që ai është vërtet shinjes të gjithmonë. Po që ai është vërtet një gjë shumë e keqe për shoqërinë. Skep se ulesh fare. Skep se jep dorën fare. Kupton? Po ule pastaj shqiptari ulet. Tregoj një barsalet me këtë, ma tregoj një miku im vlonjat, madje i njifte personazhin që i kishte ndodhur. Diku nga viti 85 në Vlorë vjen një femër shumë e bukur. Nuk e di për çfarë. Si e sjell rastin në Vlorë, kishte edhe biçikletë. Edhe ajo tërbon gjithë meshkujt e Vlorës, sepse sorollate shumë nëpër qytet. Ty te Kali Trojës, një vend, se këto e kanë vlonjatët janë fantastik me këto emrat. Kulaçi, Kali Trojës. Edhe pas ka ardhi Kali Trojë tjetër me biçikletë, pastaj mos ka qenë Kali Trojë. Ishte një tip që ngacmonte shumë fare. Tëngsha këtë, tëngsha atë asaj. Me tëngsha edhe Me tëngsha. E mbaron gjithë. Dhe mirë, po ç'i bën ajo? Një ditë të bukur e shikon ajo në një pemë aty afër një farmacie. Edhe i punon mendja. Tak i ndalon biçikletën te këmbë. Si i thot mirë, i thot ai. A mund ta mbash një sekondë sa të blej një ilaç në farmaci? Po i thot ai. Vete në farmaci blej ilaçin. Shumë faleminderit. Jemi biçikletës dhe ikën. Ajo goca. Dhe ky pastaj ju binte asaj pëmës më kush. Dong. Po çka ke i thanë? Po lere, po çka ke? Po lere tani se ngacmoj dot nëna. Kështu dhe kafja e Ramës. Kështu është dhe kafja e Ramës, e mos ta ngacmoj më. Nuk ka një. Po tunesh pastaj me kafe, nuk mundet dot të Vernozi as kush tjetër, kështu që mos bëni gabim pini kafe me Ramën, mos bëni gabim. Do kalojm pak te kjo pasaporta para se kalimi e pasaportit kam shumë të rëndësishme dhe se kam cek edhe në episode tjera për sa i përket pesgishtave që thot ai. Kjo duket sikur ka edhe deri diku simbolika të djallit, ju e cekët vetë që e ka thënë edhe vetë me fjalët e tij. Gjithë këto koncepte, gjithë këto simbolet, gjithë këto gjërat e përdor. Po thuaj çdo ditë na nxjerr një pllëm dore sa herë. E nxjerr edhe mediat patjetër se ka nga ato që se ndjekin kryeministrin, po ai mund ta ketë mendjen te simbolikat, po populli s'e ka mendjen te simbolikat. Ai mund të jap popullit një simbolik, po populli se kupton simbolikën. Unë i kam bërë një shnim, diku aty, mu duk goxha interesante që përputhet me mendjen e tij, po populli nuk e kupton. Populli kupton numrin 5. Ai përcjell për popullin numrin 5. Se ç'a mbetet për pjesën e vet, se ç'a ka qef ai të shohë ajo dora, unë nuk e di. Tek ai krahasim, ai mund të shohë, ai është ashtu. Nëse bëjmë atë krahasimin që unë i bëra, unë kam bërë 2 herë dokumentar për një shqiptar, shumë interesant, i kohës luftës së dytë botërore, spion për gjermanët, krejt rasisht, në Ankara, ishte majordom apo ç'ishte në ambasadën angleze dhe një moment të caktuar, me që merrte vesh nga kishte punuar në krejt rasisht, me kasafortat, dinte t'i hapte kasafortat se kishte punuar me to. Hap kasafortën, filmon gjithë korrespondencën e ambasadorit anglez, britanik, dhe vi vete pastaj te ambasada gjermane dhe i thot a ju bëjnë punë këto gjërat. Ata thonë bëjnë, ky se u lë. I thot, okay, thot, do vi t'ju jap një çmim. Shumë i zgjuar.
dhe u jep një çmim të tmerrshëm. Ato ja blejnë. Por filluan t'ja bënin pagesat me lira angleze false që bëheshin në kampjet e përqendrimit, ka dhe një film nga të burgosurit. Pra e paguan mirë, po ato falsifikimi ishte po thoj origjinal, i lirave angleze. Dhe paguan me shumë lekë, ky vazhdoi deri në fund. U ka dhënë thonë edhe, është e vërtetuar edhe sparkimin në Normandi, po se besoi Hitlerit, se po ta besoi mund të kishte ndodhur në një gjë më ndryshe, mund të kishte vonuar. Dorëzimi i Hitlerit mund të kishte vonuar në një vit tjetër. Dhe ky ishte një shqiptar nga Prishtina, Ilyas quhej. Ilyazi nga Prishtina. Banza, kishte mbi emrin. Dhe shkon në mbaroi lufta dhe ikin, siç ikin shumica, një pjesë e mirë e gjermanëve shkon në Argentinë, sepse aty kishte një frym pro-gjermane. Dhe ishte në pushtet po një qeveri pro-gjermane. Dhe shkuan atje, shkuan dhe shumë nga Gjermania, po shkoi dhe Banza. Dhe filloi jetë qefi me kështu shumë lek. Po shumë lek, më kupton? Jetë qefi me femra me alkool. Derisa një moment bankat e morën vesh këto lirat janë false. Diku erdhi ajo. Edhe i than, gati policë për ta arrestuar mikun. Iku. Dhe është bërë një film nga Hollywoodi. Ka luajtur James Mason, shumë i famshëm në atë kohë, në vitet 50-60. Dhe e kishte 5 fingers, 5 gishtat. Dhe ato 5 gishtat, dhe është në gjitha ato banerat e filmit, 5 gishtat që janë, në secilin gisht është shënuar një karakteristike tipari të këtij personazhit që përshkruam, që ngjan shumë me Edi Ramën tonë. Në gishtin e madh shkruhet fjala lust, që do të thënë dëshirë fortë seksuale. Në gishtin e dytë shkruhet fjala grid, që është babëzi. Te i treti, passion, emocioni fort që mezi kontrollohet. Te tjetri, desire, dëshirë ekstreme për të pasur dhe poseduar diçka. Dhe te fundit, sin, te gishti vogël, veprim imoral i konsideruar si shkelje e ligjit hyjnor. Pra janë gjithë karakteristikat e njeriu. Janë gjitha pushtetet që të çojnë një pushtet të pakufishëm. E një njeriu nuk është një pushteti. Kjo është ajo çfarë arrihet përmes një pushteti të pakufishëm. Pra çfarë dëshire ke ti të bësh? Ti do të kesh një pushtet të pakufishëm, të bësh korrupsion, të mbushësh xhepat, aq shumë sa të bësh të gjitha këto gjërat në jetë. Kjo është kuptimi i gjithë kësaj, dhe unë për këtë arsye nxora, nuk është se kjo ka një lidhje me dorën dhe kuptimin që merr populli përmes kësaj dore. Populli nuk e merr. Populli, por ai mund ta ketë, ose ndoshta edhe më përtejsa. Ka një ngjashmëri me ato vetë, jo me popullin. Po, me ato vetë, po, ke gjitha këto karakteristikat për secilin gisht, pra ai po na nxjerr çdo ditë, edhe unë vetë, ka edhe njerëz, okay, një pjesë e popullit ndoshta jo, por një pjesë e rëndësishme. Ja, ne jemi 2 persona këtu që e shohim kështu. Unë në tavolina të tjera, në biseda të tjera, kam plot njerëz që e shohin në këtë formë. Mesazhi është ai që ditë lexoj e merr këtë, por ne urojmë që nëpërmjet kësaj që ne tham këtu të përcjellin diçka me vlerë dhe të rëndësishme për të zbutur, le të them, ose për të hapur atë perden që është mbyllur ndaj popullit tonë shqiptar për shkak të këtyre elementeve ose ushqimeve që japin këta vetë politikanët. Duhet kaloj pak te kjo karta e fundit që po përdor. Unë kështu e quaj se këtu i ka kryer gjithë punën në Shqipëri, ku Shqipëria është bërë një grop e madhe, shohim gropa kudo për të zhytur çdo ditë dhe për të ikur nga ky vend. Po përdor kartën e BE-s. Kjo BE-ja. Atëherë ta thash dhe pak më përpara. E para që bën një njeri që do të fitojë zgjedhjet, po që ka qenë pushtet, e para që bën është, i thot popullit vet që prej meje keni 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra. Më falni këtë 7 se kam bërë dot, për këtë arsye, ta thënë. Njeri i sinqert dhe një njeri që ka punuar për vendin e vet. Po ky njeri, po të dal para popullit dhe të thoj, ti përmend to gjëra, thosh, më falni se këtë se bëra dot, më falni se këtë se bëra dot, se bëra. Ka bërë vetëm fasadat e qyteteve, qendrat e qyteteve, që është një lloj makjazhi. Nuk është asgjë më shumë se ç'bëri dikur kur ishte kryetar bashkie që i futi furçën ca pallate në qytet. Pra është makjazh. Makjazh që do të thotë të fshehësh të vërtetën. Të fshehësh të vërtetën.
kaq ka si arritje në 12 vjet. Edhe pak më përpara se kryebashkiak. Është të fshehtë, është të vërtetë. E vërteta është krejt ndryshe, është e fotografia e Tiranës me një zhvillim të llahtarshëm katastrofik, e fotografoi nga avioni i kancelari gjerman në ikje tani Scholz. Ajo është Tirana. Një xhungël që i kanë mbjell ato shumë kaçet në kopshtet, në parqet publike. Dhe e kam thënë dhe njëherë tjetër, e kanë marrë Tiranën, e kanë parë nga sipër me Google Map. Ku ka në një vend shu jeshil që është lulishte publike, aty kanë ngurë një kull. Dhe këtë punë bëjnë, kështu e shohin. Pra, është një njeri që nuk ka çfarë t'i thot popullit vetë si arritje. Nuk ka asnjë arritje. Atëherë shpik një gjë të madhe. Ka shpikur plot gjatë rrugës, t'ju kujtoj Shpiragun. Do lahemi, tha, me naftën e Shpiragut. Do lahemi, tha, me naftën e Shpiragut. Dhe a di se ishte bërë kontrata? Ne merrnim 1% vitin e parë. 1% të naftës dhe 0% të gazit. Pastaj vazhdonte 5% vitin e dytë. Deri 15% nuk shkonte. 0 gaz prap. Pra gazin e merrnin falas gjithin. Ata dhe ne fillonin vitin e parë me 1% të naftës. Po që 3% të naftës, po qa janë ato? Florid del aty. Po Florid del aty. Të shtalje më burë. Po shtalje më burë. Ta njorosh popullin tënë dhe të farë feje. Pastaj çfarë shpiku? 900 euro. Rroga minimale. Ku e ke? I kemi 100 euro pensionistët akoma. Ndihma ekonomike. Ikin rrugës. Dil në rrugë dhe shiko shqiptarët që ecin në këmbë. Jo ata me makina, ata që ecin në këmbë. Shikoj me kujdes. 20 vetat e parë. Dhe ti je shumë i sigurt që në 20 vetat e parë, 19 janë duke folur me vete duke ikur rrugës. Ikin rrugës dhe flasin me vete nga hallet që kanë. Dhe ne themi shikon Zotin. Nuk e dia shikon Zotin. Se po të kishte parë Zoti të kishte bërë gjëra të mrekullueshme. Tani të vijmë te argumenti i pasaportës europiane. Pra ka shpikur një gjë madhe sipas tij. I duket e madhe, populli shkret nuk e di se si duket. Unë jam gazetar. Unë nuk marr rrogat mira. Unë kam kaq vjet si që do të jetë shteti. Të bëj lekët për ti kur jashtë shteti, no? Ti ki për qef? Më duan mua 1000 euro? Ku ti je? Ku ti bëj bashkë unë 1000 euro? S'kam ikur, më hap pasaportën time, s'kam ikur, ka 10 vjet pa dalë jashtë shtetit. Kam ikë deri në Greqi, po. Tu afër. Po ti ke në Amerikë? Ëndra kam, lek s'kam. Se kuptoj. Më kupton se ku e qysh e tek, i masi me xhepin e tyre mua betet. Dhe pra premtojnë pasaportën, mbasi ju duan atyre për vete, unë këtë di. Dhe unë kam bërë një status për këtë interesant. Në lexoja një në anglisht një faqe që kishte këto ndodhit e Nastradinit. E thëmë, qa më ngjan kjo mua, me qa më ngjan kjo, dhe në jep kuptova pase që kishte një gjeshmëri shumë interesante. Kishte një histori e tillë, që ka lidhje shumë me pasaportën. Mbret, sultani, një rast, i shpik mendja dhe thot, kush arrin në 10 vjet të bëj gomarin, të flas si njerëzit, unë do t'i jap atij kaq lek, do t'i jap kaq pasuri e tjera. Çohet në Sardinë e bëj unë, sultani. E shikon sultani, e pranon sfidën, e thot dakord. E kundërta, nëse nuk e bën, tha, në 10 vjet t'i ikën koka. Me bëj, tha, sultan, tha, po ato i dua tani, tha, pasurit. A mirë, ja dha sultan. Shkoj në Stradini me gomarën e vetë mbushur me arë në fshat. Dhe i thanë njerëzit, në Stradin, je mirë nga mendje kokës? O, tha, jam mirë fare, tha. Po si je mirë? Jam rregull, tha. Pas 10 vjetësh, tha. O gomari ka vdekur, tha. O unë ka vdekur, tha. O sultani ka vdekur. Kjo është historia e pasaportës europiane. Pasaportën europiane nuk e kanë dorë Edi Rama. Edi Rama kishte në dorë gjithë këto gjëra në 12 vjet për t'i bërë dhe si ka bërë. Pasaportën e kanë të tjerë në dorë. Ti s'mund të premtosh diçka
që e kanë të tjerë në dorë. Dhe vedës historie në Nasradinit. Ti se di se kur ato tjerë që e kanë dorë do t'u teket ta bëjnë të punë. Kjo është historia e pasaportës dhe s'ka asnjë vlerë për shqiptarët. Asnjë vlerë. Shqiptarët janë pa bukë mërë sot re. Shqiptarët janë pa bukë. Shqiptarët ikin rrugës duke folur me vete. Ti thua pasaportë europiane. Unë kam 10 vjetë, jam gazetar. E mbaj veten gazetar më të vjetër. S'kam ikur jashtë shtetit, s'më del rroga të shkoj jashtë shtetit. Po ndoshta mos ka lidhje me këtë që ka përzën pjesë më të madhe shqiptarëve jashtë dhe ato tashmë janë në Europë atje dhe sot ai për ata thotë. Fal, ne kemi të lirë më lëvizim në Europë, nuk kemi problem ne, ore, nuk është problemi, nuk çalon gomari nga veshjet tonë nga anët tona më burr. Nuk çalon gomari nga veshjet më burr. Nuk kemi problem ne të rrim çik në radhë aty tek ai geti që është për ato që s'janë të BE-s. Po nuk na gjen gjë dhe nuk e kemi për turp më. Nuk është ajo që na mundon më. Ku di unë që të them tani? Është një lloj si të kesh ato, një tuf me lopë të mëdha kështu edhe të thosh atyre lopëve që do të vetë veshin një gjë të bukur kështu me një sticker të bukur me një banane, ku di unë. Edhe do jeni shumë të bukura tani. Kaq është kjo, puna e pasaportës europiane. Vetëm kaq mund të bëj kjo. Mos themi që kjo mund të lexohet edhe sikur është fundi i Edi Ramës. S'ka çat japi tjetër, s'ka çat thot tjetër, nuk ka. Ora është një strategji e mirë menduar e një mendje shumë djallëzuar. Kaq. Kapet e kjo, bën me këtë, dalin dhe ata papagall nga mbrapa rak dhe ata sepse ata imitojnë gjithë, kupton? Edhe bëhet një ashtu e madhe çoç që nga kjo pasaporta europiane, çoç që nga kjo. Është puna e saj çekut bardhë, Gramos Pashkos njërin kohë. Se vajtëm atje sa në Amerikë dhe na dha një fletë të bardhë, ky është çeku i bardhë. Ju vetëm mbusheni sa e doni shifrën tani. E ku është? E ku është? E ku është? Po vota diasporës, çfarë mendimi keni për votën e diasporës? Tani, vota e diasporës ka do të dim një merit aty Adriatic Klapaj. Sepse unë tani jam bashkuar me ta dhe s'mund marr ndonjë merit, asnjë merit. Është falë Adriatic Klapaj? Është falë Adriatic Klapaj. Dhe partisë tij, dhe lëvizjes tij, sepse partiu bën më vonë. Ata grumbulluan 21.000 firma. Bën referendum për të punë. Dhe kemi vetëm prej tij votën. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe një partie që s'ekzistonte fare, që ishte lëvizje. Është një arritje shumë e madhe. Çfarë vlerë ka për ne shqiptarë që jetojmë këtu? Pra votat atyre që janë jashtë, që kanë lënë Shqipërinë, kanë larguar. Ka, dhe nuk janë pjesë e këtij mirimi këtu. Ata vinë këtu dhe terrorizohen. Ata vinë këtu dhe terrorizohen. Ata vinë këtu dhe shohin të njëjtën gjë. Ata kanë familjet e tyre këtu. Kanë interesat e tyre këtu. Çfarë interesi? Ata mund të rikthehen këtu të punojnë. Mund të rikthehen. Rama bën thirrje që të rikthehen atë. Po Rama nuk ofron gjë. Se të bësh thirrje ti duhet bësh një reformë të tillë ekonomike që të hapen vende pune, që të lulëzoj vendi këtu dhe ata do vinë sigurisht, kam se punojnë atje, vinë punojnë këtu. Po ku e ke bër? Ato janë në pikë atje ku janë ku shqiptarët pensionistë këtu po mbajnë fëmijët e tyre që kanë ikur jashtë. Ka edhe kështu. Nga citimi, po ka edhe citimet e Ramës. Mund të jenë raste të rralla, shumë të rralla, nuk është kjo e përgjithshme. Po të harrojmë edhe një gjë. Që së shumti na kanë ikur njerëz të kultivuar. Që së shumti na kanë ikur njerëz të kultivuar. Që thonë dhe mendojnë, e lidhin kokën dhe thonë që unë jetën time s'kam pse e humbas në një vend të tillë. S'kam pse humbas. Po ikë të tentoj në një vend tjetër ku e kanë bërë të tjerët. S'kam pse humbas në një vend që s'bëhet. Kjo është, ato njerëz presin të na votojnë. Një thirrje, kamera është për ty, një thirrje për shqiptarët, e vërtet, shqiptarët që janë si ti, që të votojnë, pse duhet votojnë dhe pse duhet votojnë për ju, për Ferdinand Dervishin. Për mua? Po. Që Shqipëria të bëhet. Unë kam shumë njerëz që më bëjnë ndjekës në rrjetet sociale, tjera, që më pëlqejnë. Unë nuk e di sa përkthehet në votë. Mund të jetë 0. Mund të jetë 0. Ka asnjë problem. Ata pëlqejnë. Më bëri pyetje një drejtues emisioni, ka disa dokumentar tuta që kanë kaluar 1,5 milion views. E vërtetë. Sikur të kthehet kjo tha në votë, 1,5 milion vota. E para s'kthehet, thash s'ka lidhje. Nuk është tregues. Nuk është tregues. Ai ka pëlqyer dokumentarin, s'ka pse të më pëlqejë mua. Po unë nuk do bëja një thirrje për vete. S'kam pse të bëj një thirrje për vete. Në votojnë mua.
s'ka kuptim. Nuk mund ti marrësh njerëz të thuash voto mua. Edhe mund kjo më bën shumë përshtypje, jam shumë kundër kësaj, jo kësaj pjesës që kam miq që morën, jo më larg se djem morën telefon më thonë voto për filanin, për X-in, për tjetrin. Se unë do pështrohet rruga, do mbëhet kjo, do mbëhet ajo, do hyj djalin punë, gjëra të tilla. Pse duhet të them votoni mua sepse nuk jam i tillë, nuk e di, nuk e bëj dot. Po unë do i thoja këtë gjë. Edi Rama ju ka kërkuar shqiptarëve, sidomos të opozitës, të votojnë sy mbyllur ditën e votimeve. E unë do i thoja shqiptarëve, votoni sy hapur. Votoni sy hapur. Edhe perden, jo vetëm sy hapur. Votoni sy hapur. Mos e hidhni votën si të verbër. Mos e hidhni votën si të verbër. Nuk hidhet vota si e verbër. Votoni me mendjen të mbledhur. Votoni që vota juaj të bëjë një ndryshim. Vota juaj të bëjë një ndryshim. Dhe që të ketë vlerë. Mos e hidhni në gropën e hales. Hidheni të ketë vlerë. Kaq. Kjo është. Votoni sy hapur. Zoti Ferdinand, falenderoj shumë. Të uroj sa më shumë suksese dhe gjithë kjo energji që po mundohesh t'i japësh për ne, të kthehet të mirë të komunitetit, të përbashkët që t'i japin dorë njëri tjetrit. Të shpresojmë. Faleminderit. Miq, ju përshëndesim. Siç e tha dhe Ferdinandi në mbyllje të kësaj bashkëbisedimi, kësaj interviste ose podcasti, bisede të lirë, do të hapim syt. Të hapim syt edhe njëri tjetrit, kjo është më e rëndësishme. Kështu që dëgjojeni dhe jeni vigjilent për ato se çka hidhni hapin tuaj. Ju përshëndes.